Përshëndetje, unë jam mësimdhënësja e klasës së dytë, Mide Rushiti, pranë shkollës fillore Pajkonica të fshatit Greshnicë. Njësia mësimore, shkronja e madhe e shtypit. Zhvillimi i shkronjës e shtypit, e madhe e shtypit, e vogël e shtypit, elefanti. Sot në lëndën e gjuhës shqipe, për klasën e dytë kemi temën prezantim dhe punim të shkronjës e të madhe të shtypit. Sot nxënës të dashur do të mësojmë të shqiptojmë sakt tingullin e të shtypit, do të gjejmë disa fjalë që në trup të përmbajnë shkronjën e të shtypit dhe më pas do të formojmë fjali me gojë me këto fjalë të gjetura. Për shembull, Ermira lan enët. Hekurani luan me emën. Me ngjyrë të kuqe, te të fjali e kemi nënvizuar shkronjën e të madhe të shtypit dhe shkronjën e të vogël të shtypit. Tani do të paraqesim disa fotografi që përmbajnë shkronjën e. Kemi paraqitur fotografin e peshkut, të derës, ku shkronja bie në mes të fjalës, pra shkronja e vogël e shtypit. Kemi edhe disa fotografi të tjera, ku është paraqitur era dhe breshka. Te era, shkronja e gjetur në fillim të fjalës është shkronja e. Te breshka, shkronja është e gjetur në mes të fjalës. Në vijim do të kemi edhe dy fotografi të tjera, dredhëza dhe lule. Te dredhëza, shkronja e gjetur e është në mes të fjalës. Te fjala lule, shkronja e gjetur e është në fund të fjalës. Dhe në fund do të lexojmë një pjesë të tekstit të shkronjës e të madhe të shtypit. Ema, ena, eni, eni me ne. Emi e ena me mimin. Ema, ama, mua emin. E mua, mua mimin. Eni me ne. Zënës së dashur, këtu përfundon edhe njësia mësimore e shkronjës e madhe të shtypit. Ditën e mirë. Honesta, eu vou